Shoqata e Mërgatës së fshatit Gradec ka mbajtur mbledhjen e saj të fundvitit në vendlindje duke shënuar një moment të rëndësishëm për organizimin dhe angazhimin e mërgjimtarëve ndaj fshatit të tyre. Kjo ka qenë mbledhja e parë e shoqatës, e cila është themeluar në muajin mars të këtij viti. Në këtë aktivitet morën pjesë mërgjimtarë nga vende të ndryshme të Europës, si dhe banorë të fshatit Gradec, ndërsa të pranishëm ishin edhe mysafirënderi. Para pjesëmarrësve, drejtuesit e shoqatës prezantuan projektet dhe aktivitetet që synojnë të realizojnë në periudhën në vim, me fokus të veçantë zhvillimin social, kulturor dhe sportiv të vendlindjes. Kryetari i shoqatës së Mërgatës së Gradecit, Faruk Avziu, theksoi se Mërgata është rikthyer e organizuar pas më shumë se 20 vitesh dhe se antarët e saj janë të shtrirë në të gjithë Europën. Kjo është mbledhja e parë e kësaj shoqate. Ne jemi themeluar në mars të këtij viti dhe kjo është një mbledhje e parë vjetore e asamblesë, ku kemi ftuar antarët e shoqatës Mërgatën edhe gjithë të interesuarit. Kemi edhe mysafirënderi, edhe realisht kjo është viti jon i parë dhe mund të them lirisht se jemi shumë të kënaqur me mbarvajtjen e procesit që shkon të antarësimit Mërgat. Jemi Mërgat e themeluar dhe riorganizuar pas 20 vjet pa us dhe jemi të shtrirë në gjithë Evropën. Kjo është, për të përshëndetur. Ai bëri të ditur se shoqata numëron mbi 100 antar aktiv të gjithë mërgjimtar, ndërsa banorët e fshatit kanë dhënë mbështetje të vazhdueshme në aktivitetet sociale dhe organizative. Ne kemi nisë prej fillimit me antarësimit dhe deri tash kemi dikund 100 antarë. Normalisht tash fillim janë vetëm diaspora antarë të shoqatës. Kemi edhe prej fshatit donacione që na ndihmojnë, po ato hinë në pjesën e donacioneve, antarësimit janë vetëm prej Europës. Avziu shtoi se gjatë vitit 2025, shoqata është fokusuar kryesisht në riorganizimin e saj të brendshëm dhe ka organizuar një turne futbolli, ndërsa për vitin 2026 planifikohet të rregullimi një fushë tenisi si investim konkret në infrastrukturën sportive të fshatit. Çdo fillim i ka ato vështirësitë e veta. Ne jemi, si thash edhe në fillim, riorganizimi i shoqatës tashmë. Kemi themeluar prej fillimit rregulloren, kemi formuluar dhe votuar statusin e shoqatës. Verën që shkoi kemi mbajtur turnirin tradicional që i mbahej dikur së bashku me Forumin Rinor të fshatit Gradec dhe ishte interesimi i madh dhe u mërprit shumë nga Mërgata dhe nga vetë fshati Gradec. Edhe normal vazhdojmë edhe me projekte tjera. Tash kemi një projekt të cilin kemi marrë dhe le ndërtimin nga komuna që do të parashihet një fushë tenisi për të rinjt edhe disa lojra për fëmijët. Nga ana e tij, profesori universitar nga Gradeci, Musa Musai, vlerësoi rëndësinë e kësaj shoqate, duke theksuar se ajo do të merret me veprimtari sociale, kulturore dhe sportive. Ai nënvizoi se themelimi i kësaj shoqate është uniteti dhe realizimi i projekteve të përbashkëta, të cilat do të kontribojnë në rritjen e kohezionit mes Mërgatës dhe banorëve të fshatit. Rruga e këtyre djelmoshave, këtyre të rinjve të cilët ja kanë mësyer kësaj rrugës për te pengesave, për te gjitha peripetive, ato që duhet parë është ky unitet i nevojshëm dhe është shumë i rëndësishëm për projekte dhe për realizime të suksesshme. Pa më dyshje që dora e shtrirë se cilit prej jush edhe se cilit prej nesh që do jemi pjesë e këtyre aktiviteteve, me siguri që në një farë mënyre edhe do të shpërblehet, edhe do të fuqizoj dhe do të arrit kohezionin. Çfarë është kohezioni? Kohezioni është kur një shoqat, një organizat bëhet e rëndësishme për mua dhe rëndësia më e madhe është momenti kur antarësohem. Edhe momenti i antarësimit është i shoqëruar me një kosto. Dikush harxhon edhe kohë, dikush harxhon edhe mjete, dikush harxhon edhe mundin e tij intelektual ose personal, të cilin ne e pam nga të gjithë antarët që prezantuan projektet e shoqatës. Mua nuk më ngel asgjë tjetër, vetëm të deklaroj publikisht edhe ua kam thënë edhe kryesisë edhe personalisht kryetarit këtë çështje se ne çfarëdo që të kërkohet dhe jemi në mundësi për të kontribuar në një çështje, mos na kurseni për asgjë, llogaritni në çdo një përkrahje, në çdo një iniciativë në të cilën e shihni se kontributi jon i përbashkët mund të ndihmojnë këtë drejtim, aty do të jemi.
Aktiviteti u përmbyll me një drekë solemne të shtruar në palestrën sportive të shkollës fillore të Gradecit, ku morën pjesë edhe 2 kandidatët për kryetar të komunës së Vrapçishtit, Isen Shabani dhe Zulhajrat Demiri. Ky organizim dëshmon për kushtimin dhe vëmendjen e vazhdueshme të Mërgatës së Gradecit ndaj vendlindjes, duke e paratësë një prioritet kyç në zhvillimin dhe avancimin e komunitetit lokal.